në të mshe. Të nderuar qytetarë të Kamenicës, antarë dhe aktivistë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me lejoni që në emrin tuaj dhe në emër të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kamenicë, t'ju uroj mirëseardhje në qytetin tonë kryetarit e LDK-s, Zoti Lumer Abdigjiku. I nderuar kryetar Abdigjiku, kryetar Surdulli, kryetar Haziri, kryetar Ymeri, profesor Shala, zonja Valentina, të nderuar të pranishëm. Sot jemi këtu për të nisur së bashku një mision të madh, misionin e rikthimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në udhëheqjen e komunës së Kamenicës, një udhëheqje që i ka munguar shumë qytetarëve tanë. Këtë misioni po i prin kandidati ynë për kryetar komune, profesor Dr. Shahid Surdulli, bashkë me ekipin fituese të asamblezëve të LDK-s. Kosova më shumë se kur më parë ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për largimin e të keqes nga qeverisja si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Dhe me fitoren e LDK-s së Kamenicë do të hapim rrugën për rikthimin e LDK-s si në Kamenicë po ashtu në mbar Kosovën. LDK çmon kontributin e secilit për vendin, sakrificën e popullit për liri e pavarësi të udhëhequr nga presidenti Rugova, luftën e lavdishme të OÇK-s, punën e palashme dhe kontributin e secilit qytetar, si dhe kontributin e diasporës sonë në shndërtimin e Republikës. Sot, Kosova po përjeton kolaps ekonomik,
shoqëror, politik dhe diplomatik. Ata që janë të parët në numër janë bërë pengesë për shtetin. I njëjti mentalitet ka kapluar dhe qeverisjen lokale në Kamenic. Një qeverisje në ikje që po lën pas vetës vetëm dëm që kanë shkaktuar këtij vendi dhe perspektivë të humbur. Kamenica apo zbrazet, ndërsa ata flasin për miliona. Qytetarët nuk kanë ujë të peshëm, ata flasin për projekte digjitale. Fshatrat tona janë pa kanalizime, ndërsa premtimet e tyre janë astronomike. Kamenica ka nevojë për një qeverisje të mirë, të ndershme, të pakorruptuar, një qeverisje transparente që punon për qytetarin. Këtë mund ta ofroj vetëm lidhja demokratike e Kosovës e unifikuar, ku të gjithë brezat jemi përbashk, jemi një dhe jemi përkushtuar për fitore në së djatës, sepse ne besojmë në atë dhe. Ne jemi partia e presidentit historik Ibrahim Rugova dhe do të mbetemi gjithmonë gardian të komunës së Republikës. Lidhja jonë do të rikthehet në Kamenic, Gjilan e gjithë Kosovën, sepse qytetarët janë të bindur se shteti nuk mbahet me hajgare propaganda, por me punë e përkushtim. Andaj, të ndashur qytetarët e Kamenicës, ju ftoj që në 12 tetor të dilni masovikisht në zgjedhje, të votoni Lidhjen Demokratike të Kosovës numrin 113, kandidatin tonë për kryetar të komunës, profesor Dr. Shaib Surdullin, si dhe kandidatët për Asamblenë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu tash kanderin që para jush të ftoj kandidatin dhe kryetarin e ardhshëm të komunës së Kamenicës, profesor Dr. Shaib Surdullin. Unë kryetar. Të nderuar antar dhe simpatizues të LDK-s, të nderuar qytetarë të komunës së Kamenicës, kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të juaj dhe në emrin tim, kandidat për kryetar të komunës nga LDK, të hapi këtë tubim elektoral për zgjedhjet komunale të 12 tetorit 2025, duke ju përshëndetur dhe falenderuar përzemërsisht të gjithëve. Me këtë rast, në emrin e të gjithë juve, bashkëpjesëmarrës dhe bashkëqytetarë të komunës Kamenicës, e përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në Kamenic, kryetarit të LDK-s dhe deputeti Parlamentit të Kosovës, Dr. Lumir Abdixhikut. Përshëndesim po ashtu në kryetarin e LDK-s dhe deputet Lutfi Aziri, akademik Kujtim Shala, deputet, kryetarin e degës LDK-s në Artana për Nuhë Bërt, zotin Bajrush Shymeri, ish deputetin Valentina Vonjaku, kandidatët për delegat të kuvendit komunal, veteranët e LDK-s, veteranët e UÇK-s, policinë dhe ushtrinë e Kosovës, familjet e dëshmorëve. Të gjithë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për pjesëmarrje. Unë me kërkesën e qytetarëve dhe me besimin e degës LDK-s dhe të konfirmuar nga kryesia dhe Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s në krye me Dr. Lumir Abdixhikun, me vullnet jam kandiduar përsëri edhe këtë mandat me qëllim që krejt dijen, përvojën, profesionalizmin ta jap për juve qytetarë të nderuar, të jap për rinin tonë të mrekullueshme. Me juve do të fitojmë me 12 tetor dhe me juve do ta përparojmë komunën e Kamenicës. LDK-ja ka qenë gjithmonë zëri i qytetarit, mbrojtësi i demokracisë dhe i vullnetit popullit. Me traditën që kemi, me vlerat që përfaqësojmë për liri, barazi, demokraci, me udhëhecin shpirtëror Dr. Ibrahim Rugovën, ne do të fitojmë me 12 tetor për të ndërtuar së bashku një të ardhme që na takon të gjithëve. Sot jemi mbledhur së bashku me zemër e mendje të hapura për të shprehur besimin tonë të ndryshimit, që është ndryshim i nevojshëm, ndryshim i drejtë, ndryshim që sjell shpresë për të gjithë ne. Milionat që po përmenden nuk kanë kryer projekte kapitale, disa punë vetëm kanë filluar. Rrogicat me asfalt 10-15 metra,
janë bërë me marrë ndonjë votë më shumë, por krejt ato nuk bëjnë më shumë se 1 milion euro. E ku shkuan 40 milion euro që po përmenden sikur një vjersh? Më rëndësishme për Anë Moravën ka qenë që moti me u kryer autostrada që na lidh me Prishtinën. Ne kemi punuar edhe më parë dhe do punojmë për të mirën e qytetarëve tanë. Komuna Kamenicës nuk po zhvillohet, po zbrazët nga të rinjit. Prandaj është përgjegjësi e secilit prej nesh që me bërë ndryshimin, pra me larguar këtë kryetar dhe qeverisë aktuale të papërgjeshme, ignorante, hakmarrëse, që nuk din me çmuar edhe të mirat, që nuk din me punuar. Para 4 viteve, edhe unë me të drejtë dola me mbrojtur shkolla shqipe, por që 4 vite, disa mbetën të mbyllura, shumica nuk kanë as drejtor të zgjedhur, nuk kanë as mbishkrime dhe status të shkollës. Ne së bashku me juve do t'ju sigurojmë fëmijëve dhe të rinjve arsim cilësor, punësim, mundësi për të pajisur me dituri, sidomos të informatikës, hapësira më të zhvilluara dhe hapësira për të zhvilluar kulturën e sportin. Do të ndërtojmë së bashku ekonomi më zhvilluar, infrastrukturë më të mirë, shkollore, shëndetësore, rrugore, bujqësi më të zhvilluar. Do të kemi qeverisje transparente dhe efikase për të gjithë. Do të ashtojmë sasinë e ujit në qytet me hapjen edhe të disa puseve të reja dhe të sigurojmë 24 orë ujë të pishëm. Do të vazhdojmë me gjetur mundësi investimi për pendën e Kreminatës, e cila qysh më të është folur. Do të funksionalizohen dhe të mirëmbahen të gjithë ujësjellësit në Muqevers, Dajkovs, Rogan, Hodonovs, Novosel dhe Shqipashnis poshtme. Do të gjendet ujë për të kyçur në rrjetin ekzistues në Petrovs dhe do të ndërtohen ujësjellëset e rinj në Karaçev tepër me Busavat dhe lokalitetet e tjera të komunës Kamenicës. Do të rregullohen kanalizime dhe trajtime të ujrave atmosferike dhe të zeza nga Korretini Topanic për të përfunduar me ndërtimin e një impjanti në fund fshatit Domorovc dhe çdo lokalitet tjetër ku mungojnë ato. Do të asfaltohen të gjitha rrugët dhe rrugicat. Do të asfaltohet rruga Srezov, Traovic, Gregjenik dhe Ogor Dazhnic. Do të mirëmbahen rrugët lokale gjatë tërë vitit. Puna për ndërtimin e rrugëve që ka filluar në disa fshatra të Malësisë do shqyrtohet edhe një herë dhe nëse është në rregull do të vazhdohet me kryerjen e tyre. Do të zgjerohet ndriçimi publik, ku komuna do ta mirëmbajë ndriçimin publik dhe argjimet e rrymës, e mirëmbajtja do të jenë me buxhet komunës. Do të vazhdohet sa më shpejt ndërtimi i shkollës Fansianoli në Kamenicë dhe i qerdhës fëmijëve në Rogan. Do ndërtohet një sallë sportive në Topanicë, një qendër rinore në Rogan. Të gjitha shkollat do të pajisim në kabinetet të informatikës, laborator, do të hapen drejtime të reja profesionale sipas kërkesave të tregut, punëtorët arsimor do të ndjekin trajnime dhe do të kontrollohet më shumë puna tyre me qëllim që të kemi arsim sa më cilësor. Do ndërtohet një ambulancë qendrore në lagjen Masia, që është më afër edhe me lagjen Çamaria dhe me lagjen e Grizinës. Do të funksionalizohet ambulanca shëndetësore në Topanic, Busavat, Karaçev, Shqipashnicë e Eprëm dhe Kopernic, ku gjitha këto ambulanca shëndetësore nuk funksionojnë, nuk punojnë. Do të hapet reparti i urgjencës, aparatet e rentgenit do të pajisin material që ka munguar që 4 muaj. Ambulanta shëndetësore në Rogan do të vazhdojë me punuar 24 orë. Për zhvillimin lokal ekonomik dhe punësim do të punohet më shumë. Një ndër projektet e reja do të jetë renovimi dhe pajisja me inventar e teknologji informative e objektit vjetër të komunës për shfrytëzim pa pagesë deri në hapjen e ndonjë biznesi duke u udhëzuar me trajnime dhe këshillime. Puna praktike do të mësohet në institucionet komunale dhe biznese private, për nxënësit e shkollës teknike dhe për gjithë që kanë kryer dhe që e kryejnë fakultetin me stimulim nga komuna. Bujqësia do të subvencionohet në të gjitha fushat dhe po ashtu do të subvencionohen bujqit
në kriteret e Ministrisë së Bujqësisë, që me siguri do të bëhet decentralizimi i subvencioneve ka niveli qendror në nivel komunal. Rinia do të ndihmohet më shumë për punësim, trajnim, kulturë, sport e rekreacion. Do të jepen nga 100 bursa për student. Do të funksionojnë 3 qendra të kurseve për informatik në Kamenic, Koletin, Rogan, për mundësinë e punës online për organizatat të ndryshme të Kosovës dhe ndërkombëtare. Roli i gruas në familje shoqëri do të fuqizohet edhe më shumë. Do të ndihmojnë njerëzve me nevoja shëndetësore e sociale. Pensionistët do të ndihmohen nga komuna për të kaluar një jetë sa më të mirë dhe më të qetë. Do ndihmohen të gjitha klubet sportive e shoqëritë kulturore e rinore, si dhe do të riaktivizohen ato që për shkak të kushteve kanë pushuar së funksionuar që shumë vite. Do ndërtohet infrastruktura për banim, pushim dhe aktivitete tjera të nevojshme në vend të serës ekzistuese në qytet. Po përmendet në këtë vend, nga të tjerët, një fantazi e liçenit artificial, derisa qytetarët tanë kanë mungesë edhe të ujë të pishëm. Përveç rrugëve që do të asfaltohen dhe shtrohen me zhavorë, do të ndërtohen trotuare në përvendbanime si trotuare në Shqipërisë poshtë me Karaçev dhe vende të tjera. Do të bashkëpunojmë më shumë me diasporën dhe organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, por edhe do të lidhim bashkëpunimi me organizata europiane dhe mbarkombëtare. Do të kemi ambient më të pastër në çdo vend komunës. Mirëmbajtja e lapidareve, parqeve, varrezave do të bëhet nga komuna. Do të mbrohet më shumë pasuria pijore dhe do të shtohet ajo. Do të krijohen kushte më të mira për të gjithë që jetojnë në komunën tonë, por edhe për ata qytetarë që janë me prejardhje nga komuna e Kamenicës apo që kanë lëshuar këtë komunë. Vota juaj për neve është votë për mirëqenie, për parim, zhvillim dhe punësim. Me votën e juaj për LDK-n, me numër 113, do të ndihmoni vetvetes, fëmijëve të juaj, familjeve dhe të gjithë qytetarëve të komunës Kamenicës dhe mbar Kosovës. Nuk ka vend për frikë nga pushtetet e largim, prandaj mos hezitoni, punoni. Takohemi në lagje dhe shtëpi dhe bisedojmë më afër njëri tjetrit. Vje ke që sot shumë kush ka bisedu me mu edhe o shprej që nuk ka guxim me ardha me marrë pjesë në këtë problem. Pra mungon liria të shpreh të mendimit të lirë. Me 12 tetor, të gjithë me dalë me votuar për kandidatin tuaj për kryetar të komunës me numër 113, pra ku shkruan Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe në listën tjetër, prap numri 113 LDK dhe një kandidat për kuvend komunal. Faleminderit shumë, urime dhe fitore me 12 tetor. Të dashur të pranishëm, lejoni që taftoj kryetarin e LDK-s, zotin Lumir Abigjiku, për një fjalë. Ju falenderoj shumë gjithëve, mirë mbrëma gjithëve zonja zotëri, qytetar dashur mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jemi bashkuar në një qytet të historisë, traditës dhe të krenarisë sonë, jemi mbledhur në një vend që gjithmonë ka qenë simbol edhe i qëndresës, edhe i punës, edhe i dijes, edhe i shpirtit pathyeshëm të njerëzve të tij. Kamenica nuk është vetëm një komunë e zakonshme në hartën e Kosovës, ajo është dëshmi e asaj se ky vend ka rritur truaj identitetin e kulturën, edhe në kohët më të vështira të saj dhe të popullit të Kosovës, edhe kur sfidat kanë qenë shumë të mëdha. Ky qytet ka qenë dhe mbetet djep i arsimit. Shkollat e Kamenicës kanë nxjerrë gjenerata të tëra që kanë dhënë mësues, profesor, intelektual, udhëheqës të shoqërisë sonë. Këtu libri dhe dia ka pasur gjithmonë vendin më të shenjtë në familje, këtu respekti për njerëzit ndërsjell ka qenë si respekt për prindin, këtu dashuria për dijen ka qenë gjithmonë shtylla e edukimit. Kamenica është qyteti që ka jetuar me dije, me njerëz të mbarë, mirë, punëtor, ka rritur breza me shkollën dhe ka ndërtuar një emër që respektohet gjithandej Kosovës. Kjo trashëgimi është asaj më e madhe që e keni ju si vend, si komunë, dhe kjo është arsyeja pse Kamenica gjithmonë meriton vëmendje të veçantë. Por të dashur qytetar, ju dini mirë se kushdo e së gjatë është pritur
edhe për rrugë më të mira që lidhin fshatra me qytetin. Ju e dini sa shumë është pritur për një sjellës që funksionon në çdo shtëpi, jo vetëm në qendër, por edhe në fshatra të thella. Ju e dini se sa shumë është pritur për investimet në arsim, që shkollat mos mbeten pa nxënës e pa njerëz në to. Ju e dini sa shumë është pritur për qendra shëndetësore ku qytetarët mos presin morë të tëra apo mos detyrohen të shkojnë në qytete të tjera për një trajtim bazë. Dhe kur këto mungojnë, ku shteti nuk jep mbështetjen e duhur, atëherë dhe fshatrat zbrazen, të rinjt largohen, shpresa shuhet dhe Kamenica më shumë se çdo qytet tjetër e ka parë shpresën tek sa shuhet. Dhe ky nuk është fati që e meriton Kamenica, ky nuk është fati që e meriton asnjë vend i Kosovës. Prandaj ky vend themi se ka plot potencial, ka njerëz punëtor, ka histori dhe mbi gjitha ka dhe krenari, dhe është detyre jona, detyre Lidhjes Demokratike të Kosovës, që këtë potencial ta shndrojmë në zhvillim të prekshëm në mundësi të reja për secilin prej jush. Për këtë arsye, sot para jush kemi me krenari kandidatin tonë për kryetar të komunës, Shaip Surdullin dhe listën fituese të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shaipi nuk është një emër i panjohur për ju, për Kamenicën, ai ka qenë kryetar i këtij qyteti dhe për vite me radhë ju e keni parë se si punoi, se si udhëhoqi, se si e vendosi interesin qytetarëve mbi gjithçka tjetër. Ai nuk ishte kryetar që qëndronte larg qytetarëve, ai ishte aty me sjush, duke dëgjuar hallet, duke kërkuar zgjidhje, duke punuar çdo ditë. Ju e dini mirë se në kohën e tij u ndërtuan projekte të rëndësishme. U hadhën themelit që edhe sot flasim për përkushtimin e tij. Prandaj Shaipi nuk ka shumë nevojë të dëshmojë se e do Kamenicën, ai ka dëshmuar me punë, me përkushtim, me duar të pastra. Sot 8 vite më pas, ai kthehet edhe më fort, kthehet me përvojë të fituar, me përkushtim të pandalur dhe me një vizion të qartë për të ardhmen. Shaip Surdulli është kandidati që njeh çdo rrugë, çdo lagje, çdo shkollë e çdo familje të Kamenicës. Ai është kandidati që nuk flet për spektakël, por bën punë konkrete. Nuk prezanton gjëra të pamundura, por ofron zgjidhje reale. Dhe kjo është arsyeja pse sot ne besojmë fort se Shaip Surdulli është njeriu i duhur për të theshur Kamenicën drejt në kapitullit të ri të zhvillimit. Me Shaipin kemi një program të qartë, po ashtu kemi edhe një ekip të jashtëzakonshëm të këshilltarëve lokal që do të karojnë në këtë komunë, sepse siç e dimë të gjithë, një kryetar komune pa një ekip mbështetës nuk është as i fuqishëm as i domosdoshëm, dhe unë besoj që këtë listë të Lidhjes Demokratike të Kosovës me numër 113 LDK-s, pra Kamenica do ta mbështesë në zgjedhjet e 12 tetorit. E di shumë mirë se shumë mica për juve jeni edhe zgënjur, edhe keni humbur besimin shumë politik, por sot dua t'ju them me bindje se ka një rrugë të qartë përpara, ka një rrugë që nuk është e populizmit, nuk është e fjalëve të thata, që nuk është e spektaklit, është rruga e Lidhjes Demokratike të Kosovës, rruga e përgjegjësisë, e punës, e vizionit të qartë për këtë republikë. Ne nuk vim gjithmonë me premtime të thata, vim me punë e bagazh konkret të punëve të mëdha. Dhe me 12 tetor, ju do të keni në dorë më shumë se sa një fletë votimi. Ju do të keni në dorë fatin e këtij qyteti dhe fatin e gjithë Republikës Kosovës. Ju do të vendosin se Kamenica do të mbetet peng i fjalëve boshe apo des përpara me punë konkrete. Ju do të vendosin se fëmijët tuaj do të kenë të ardhmë këtu apo do të detyrohen të largohen edhe më shumë nga Kamenica. Ju do të vendosin nëse Kamenica do të mbetet në harres apo do të ringritet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kryetarin Ashëm Shaip Surdulli dhe listën tonë për asamblej lokale. Dhe unë ju them me bindje me Shaipin, Kamenica fiton dinjitetin, fiton zhvillimin, fiton vetë shpresën. Prandaj ju ftoj që me datë 12 tetor, gjithë bashkë, të votoni Shaipin për kryetar, të votoni listën e Lidhjes Demokratike për kuvend komunal, të votoni numrin 113 të LDK-s për Kosovën, sepse Kamenica meriton më shumë, meriton Shaipin dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju falenderoj gjithë me Zotin ju bekov. Ka bekov këtë qytet mrekullueshëm, ndoshta dhe kryetari tani vjen këtu bashkë me mua të bëj prezantimin e kandidatëve në këtë listë për asamblej. Shaip, fjala për ty për të bërë këtë prezantim. Faleminderit kryetar Lumier për këtë fjalë, inkurajuese jo vetëm për neve, por për gjithë ju dhe qytetarët e komunës Kamenicës. Leoni që t'i prezentoj dhe t'i ftoj këtu me dalë para jush kandidatët për delegat të kuvendit komunal nga dega LDK-s në Kamenicë. Bartës i listës është Jeton Biçkaj, jurist i diplomuar, kryetari degës LDK-s, delegat i kuvendit në disa mandate. Me të njihemi që kur ka
prej qenimi është aktivisti dalluar i LDK-s. Numër 2 është Sedi Kurteshi, i biznesmen i suksesshëm, kryetari i ndërgjes së LDK-s në Koratin, delegat i Kuvendit Komunal që 2 mandate. Numër 3, e kemi Egzona Isufin, e cila ka kryer Fakultetin e Shkencave Politike, masterin në Administratë Publike dhe Diplomaci, delegate Kuvendit Komunal. Është rrit me LDK. Faleminderit shumë edhe për aktivitetin që po e zhvillon për t'i ftuar qytetarët për LDK-n. Numër 4 është Visar Morina, inxhinieri elektros, kryetari i ndërgjes së LDK-s të Paris, që disa mandate, ish profesor në gjimnazin e Kamenicës, tani është menaxher i kompanisë tregtare Haliti SM. Numër 5 është Gjevat Ramadani, jurist i diplomuar, ish profesor në gjimnazin e Kamenicës dhe zyrtar ligjor në Drejtorinë Komunale të Arsimit. Numër 6, Fortesa Kryziu, që ka kryer Fakultetin e Shkencave Sociale, përfituese e bursës në e-programin Erasmus+, që ka studiuar 1 semestër në Gjermani, aktiviste dalluar e LDK-s dhe me perspektivë. Numër 7, Vedat Kastrati, profesor i gjeografisë në edukatë qytetare, kryetari i ndërgjes së LDK-s në Karaçev Tepërme, aktivist i kamotshëm i LDK-s. Numër 8, Ibrahim Kryziu, masteri i ekonomisë, kryetari i ndërgjes së LDK-s në Logan, ish profesor në gjimnaz, biznesmen i dalluar, njeri shumë i afërt me mua, që nuk është ndarë asnjëherë. Numër 9 është Trëndalina Kastrati Hoda, juriste e diplomuar, vajzë nga familja tradicionalisht në LDK. Numër 10, Ekrem Guda, veteran i luftës së OÇK-s në Pashtrek, kryetari në ndërgjes së LDK-s në Karaçev Poshtme, ish pjesëtar në TMK dhe FSK, njeri i fjalës dhe i vendosur. Ekrem. Numër 11, Ismet Sadiku, ish zyrtar i financave në komunë, njeri shumë punëtor dhe i sjellshëm me qytetarë, i përhershëm me bindje në LDK. Numër 12, Shpresa Sermaxhaj, Fakultetin e Sociologjisë, koordinator e Forumit Gruas të LDK-s. Numër 13, Zejnullah Maliqi, profesor i historisë, i palëkuar në çdo kohë dhe në çdo vend në LDK, biznesmen i dalluar. Numër 14, Mimoza Basha, profesoreshe gjuhës angleze dhe gjermane, vajzë e re dhe në perspektivë në jetën politike dhe profesionale.
Numër 15, Ismet Maliqi, mësues në shkollën e Bustavatës, qëndrestar për mbrojtjen e shkollës Shqipe. Numër 16, Mirsat Thaçi, biznesmen për punë në metal, njeri punëtor i urtë dhe bëmirës. Numër 17 është Kaltrina Hyseni, fakulteti juridik, zyrtare administrative në zyrën e LDK-s në Kamenic, me siguri munkon për shkak se para 2-3 jave e ka lind një djalë. Numër 18, Hasimi Hoti, juristi diplomuar dhe me master, cila po ashtu po mungojka për shkak se është në Gjermani. Numër 19, Islam Rexhepi, kryetari i Këshillit Lokal në Shqipërinë Poshtme, njeri i vendosur dhe i fjalës, faleminderit shumë islam për besimin e juaj ndaj neve. Dhe numër 20, është Endrit Jakupi, një djalë i ri, arkitekt i diplomuar, djalë i Zotit dhe profesional. Urime të gjithë kandidatëve për delegat, na prift e mbara dhe uroj përfitore me 12 tetor. Faleminderit shumë. Qel të Dardanis, dhe zi yjet e liris, e i zbardhi votrat tona, president Ibrahim Rugova. Jo Kosova ku qezi, per her par me histori, president pat një djallë vet, ja qoj zonin krejt planetohen. I mune gon krejt shqiptaris, Rugova. I mune gon dites pambarsis, Rugova. Emnin e taner un Kosova, o president, Ibrahim Rugova. Qytetet e Evropës, jehon fjalla do të Rugovës, në Ameriku do që shkove, Kosovës nam një që shtove. Kur themeli i liris, plumbi paches e i misis, burri penes e jurdis, arkitekti pavarësis I mune gon krejt shqiptaris, Rugova. I mune gon dites pambarsis, Rugova. Emnin e taner un Kosova, o president, Ibrahim Rugova. I mune gon krejt shqiptaris, Rugova. I mune gon dites
ditës pavarësisë. Rugova, Emnin taner unë Kosova, o president, Ibrahim Rugova. I mungon krejt shqiptaris, Rugova, i mungon ditës pavarësisë.